Ministri i Mbrojtjes Firo Vengu ka mbledhur Komitetin e Emergjencave Civile në Shkodër për shkak të situatës së rënduar nga moti. Në prononcimin e tij për mediat, ministri bëri të ditur se është bërë një shpërndarje e forcave kryesisht në Shkodër dhe Valdez, si dhe janë marrë masat parandaluese, dislokimi i mjeteve në funksion të bashkive të qarkut Shkodër në rast të problemeve në zonat e vështira rurale. Vendosëm që të gjitha forcat dhe kapacitetet në zonën e veriut mund të bënim një shpërndarje dhe një dislokim, sidomos pranë bashkive Shkodër Valdez, po pa harruar edhe bashkitë e tjera të qarkut. Evidentuam disa masa parandaluese që janë duke u ndërmarrë edhe në këto momente, qoftë nga pikpamja e bordeve të kullimit, dislokimin e mjeteve të tyre në funksion dhe në mbështetje të bashkive të qarkut, për t'i pasur në dispozicion në çdo rrethan për sa i përket qoftë hapjes së kolektorëve, qoftë eventualisht edhe në raste rreshqitjesh kur ka vërshime të lumenjve dhe në zona rurale me akses të vështirë. Vengu vlerësoi menaxhimin e kaskadës së Drinit në të 3 hidrocentralet për të patur nën kontroll shkarkimet. Kemi evidentuar edhe menaxhimin perfekt, do thoja unë, që është bërë kaskadës së Drinit në 3 nivelet e hidrocentraleve, çka na japin optimizëm. Kemi një pasqyrë, besoj unë, më kuptim plot tashmë për mënyrën se si do operojnë edhe hidrocentralet për të pasur ato rezervën e dur dhe mos detyrohen që të shkarkojnë gjatë 48 orëve, në fakt që do jenë 48 orë intensive. Më herët, ministri së bashku me drejtorin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çaku, inspektuan hidrocentralin e Valdez për masat e marra në përballimin e rreshjeve.